Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli në një konferencë për mediat pas publikimit të rezultateve paraprake të zgjedhjeve të 11 majit, të cilat deri më tani janë në favor të Partisë Socialiste. Berisha e konsideroi zgjedhjet e 11 majit më të plotshkiturat në histori, duke akuzuar për përfshirje masive të bandave kriminale dhe blerje votash. Zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Skena si vora ishin të zakonshme në një sëri qarqesh dhe bashkisë të tjera Durrës, Peshkopi, Elbasan, Fier dhe zona të tjera. Pra, në çdo aspekt, këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se protesta fillon më 16 maj në bulevardin Zogu i Parë dhe ky është fillimi i një betejë që nuk ndalet më. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij.